Çështjet e pronësisë dhe mashtrimet në tregun e pasurive të paluajtshme mbeten një nga problemet më të ndërlikuara. Her pas here ne kemi trajtuar histori të tilla, ku viktimat thuajse në çdo rast janë blerësit, të cilët dorëzojnë parat por nuk marrin në këmbim atë që u takon. Në të njëjtën situatë është gjendur edhe ky zotëri nga Elbasani, i cili sot nuk ka as parat e as tokën që ju premtua se do të merrte pas kryerjes së pagesave. Martova çunin atje në Durrës, lagja Keneta. Eto e bashkimit largohej në fshatit, se ishte grusmu. Ti vetë ku jetoje gjatë asaj kohe? Jetoje në Zebrak të Rrikut. Ne tha kushko sa jeni smunur, sa keni lek tha gjeni, tha bashkimi ka me 15 milionë thash bankët, se shita i tokë. Kjo tha hajde tha Durrës se do të intereson mua për të, tha që ti ashtu tha të gjej unë i tokë, tha e mirë. Pra, me pak fjalë, Krushku i bashkimit i propozon atij të shpërngulet nga Zibraka në Durrës pranë djalit dhe për këtë merr rolin e ndërmjetësit për ta prezantuar me shitsin e tokës. Ku do vëm Karbentota, në ai tokës. Ram dakor, du kaq me 300 metra tokë, tha du 10 milionë 800.000 lekë. Këto 10 milionë 800.000 lekë, kur ja ke dhënë? Shtator, tetor shu ka qenë 2017. To kanë çfarë vendi ndodhej? Spital. Në Durrës. Po. Pasi kreu pagesën, bashkimi duhet të priste derisa Arbeni, pronari i tokës, të kryente procedurat për kalimin e pronësisë, një praktik normale në dukje. Mirëpo pritja shkoi gati 5 muaj, dhe i moshuari u nis nga Elbasani drejt Durrësit për të kuptuar arsyet e vonesës. Ne vajte ke Krushko, hajde vëm tha atje tha, të dy tha, Karbentota, ky tokës, pronës, vajmë të dy atje. Po zotni, po ti më thash për 2 muaj të cel tapi, ku tapia thash? Ore vërtet, ku është tapia? Ose ku janë lekët të paktën? Po tha unë prish ato lekët. Hajde do vëm ke noterja thash. Vëm atje ti pranosh ato lekë që ke marrë. Vëm ke noterja, pranoj atje që unë bashkimit i kam marrë 10 milionë 800, tha i kam marrë 11 milionë. Pas këtij pohimi nga palët u nënshkrua një deklaratë notariale mjaft e qartë dhe detajuar, në të cilën sqarohen hapat për kalimin e pronësisë. Fillimisht, zoti Tota si përfaqësuesi pronarëve të një sipërfaqeje mbi 3000 m2 duhet të ndiqte procedurat pranë zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme Durrës për ndarjen e tokës, në mënyrë që për të veçojë sipërfaqja prej 300 m2 që do t'i jepej blerësit. Pastaj, pasi të merrej certifikata e pasurisë, do të realizojë kontrata e shitjes notariale, e cila do të paraqitej në ZVRPP Durrës për kalimin e pronësisë në emër të Bashkim Bedinjës. Dhe kryerja e këtyre procedurave kishte një afat. Datën 30 gusht 2018. Në të kundërt, nëse gjithçka nuk do të shkonte sipas planit, situata do të rikthehej në gjendjen e mëparshme. Arbentota do i kthente 11 milion lek Bashkim Bedinjës. Dhe ky i fundit nuk do të kishte mas një pretendim për pronësinë. Por muajt kaluan njëri pas tjetrit dhe historia u përsërit. Arbeni jo vetëm që nuk i kreu procedurat në kohë, por as parat nuk i ktheu, pavarësisht një akti notarial që kishte nënshkruar. Vajta me plagën që patën sa të nëpshtru, vajta atje mu ta s'kam lek. Ku mberi bomba mu tha, e thes me para tha, du t'i jap ty. Në mat letrën notariale çova ke ky avokati. Boni atë pa din për gjykat. Doli gjyqi, sa bashkim tha fitove gjyqin e parë. Vendimi i të cilit u shpall më 1 tetor 2019 në gjykatën e shkallës së parë Durrës. Kjo gjykat vendosi zgjidhjen e kontratës mes palëve për shkak të mos përmbushjes së detyrimit të kalimit të pronësisë nga ana e Arbentotës dhe urdhëroi kthimin e palëve në gjendjen e mëparshme, duke e detyruar të paditurin që t'i kthente Bashkim Bedinjës shumën 11 milion lek. Fitova gjyqin e parë, kurse ai ankimojeni. Me pretendimin se nuk është njoftuar për procesin gjyqësor dhe se kishte përmbushur kushtin e vetëm në deklaratë për nxjerrjen e certifikatës së pronësisë. Sipas zotrisë në fjalë, ai e ka siguruar këtë dokument brenda datës 30 gusht, por në momentin që ka njoftuar blerësin, ai nuk ka pranuar ta merrte tokën. Këto janë prallëzat e atit, thesi si çmangë, gënjeshtë, mashtron. Po ti shesh unë merr ato certifikatën që doja unë e merr e shise tokën, kupton? E shise tokën unë i llojt e kishe. Unë për tokën vujta, për të marrë tokë. Po të kishe certifikat pronësie, nuk e çoja në gjyq. Logjika e bashkimit është e thjeshtë. Kush do të donte të zvarritej gjyqeve nëse certifikatën do ta kishte në xhep? Por këtu historia bëhet më interesante, sepse pasi çështja shkoi në gjyq, pronari i tokës më në fund u bë i gjallë dhe ofroi zgjidhje, por me një kurth të ri. Me Arbenin e foli goca, fola edhe unë, bashkim tha, hajde ik tha të ik denoncimin, tha, e na t'jap lekët. E tha që gjoti, denoncimin nuk e, po vëm ke noteri, me lekët e pranoj se kam dhënë Bashkim Bedinjës lekët. Ai tha jo, tha, ti shkohet të ik denoncimin, tha, na hajde me lekët. Po kush i pranon ato? Nise këto hanga herë, ta haj për zotëri, për mashtrimet, se qut mashtrim jo. E tjetri që ka drejt t'japi lekët, po ta hajde urdhëron, ne vëm ke noteri, t'jap lekët. Ne kush lëmbar. Natyrisht që i moshuar
kërkuari nga Elbasani nuk e pranoi ofertën e pronarit të tokës dhe që prej atij momenti i ka humbur kontaktet me të. Ndaj për të kërkuar një zgjidhje, shkuam në Durrës për të takuar fillimisht me Krushkun e Bashkimit, i cili si ndërmjetës është dëshmitari më i besueshëm i asaj që ka ndodhur. Unë e takova, bizetova me ta. I dha në lekt, pse të më bëjnë tapin e shtëpisë. Kur të dalë. Po ti këtë Arbenin e ke mik, apo thjesht fshin që nga lagja? Po, e është mrapa ki, se të jepë nuk jepën, tani se unë e këqa morë. Tash hajle me mund, të lëtari, ne e ta morë. Tash, jeni dakord ju ti, si të mos keje mund me lidhje. Me këtë histori. Ndërkohë që bisedoni me të dhe po i kërkonim të na vinte në ndihmë për të rikthyer komunikimin me Arbenin, gjërat nuk shkuan ashtu siç e menduam, sepse pa pritur Krushku u nxe. Tani, tutje me mu s'keni punë, kam halët mija. Tani, ti... Në telefoni, ti ma banë që të uzdege. Kur t'vjen shumë, më sa më di për jashtë. Ma që vjen një foto kisha, apo na vjen? Jo, nuk merë me atë punën. Nuk merë, u kum dalë borgjit. Jo, i kum dalë borgjit, e babë thënë të edin, mirë. U kum dalë borgjit unë. Që shtori borgjit ti? Shko atje, ke notari. Po, ti pse se ndihmon tani? Ma me këtu. Pse s'merresh? Nuk merem, po nuk merem me zhërce, po lim në hallet e mija. Kur s'ku shos për gocet e me që ka për mu. Krushku po përpiqet të na fusë në biseda krushesh të pakënaqur nga Krushia, që as nuk na interesojnë dhe as nuk na e zgjidhin problemin për të cilin jemi aty. Prandaj provojmë të shkojmë direkt në shtëpinë e Arbenit. Arben! Si e kalon? Arbenin ndoshim. Du të flasim çik me Arbenin për punën e tokës legëve. Se vati 8 vjet, po mirë tani sqaruam atë zotnin tjetër që erdhi herë përpara Krushku. Krushku erdhi këtu dhe vini i tha, "Mas sqaro punën e gjyqit, kur të marrosh punë me gjyqin, flasim prap." Nuk ju ka thonë juve, ja asnjë përgjigje. Krushku s'na ka thonë asnjë lloj gjaje. Ja, ne duam të nxjerrim Krushku nga kjo histori, por ai na shfaqet kudo. Ka armiku jot këtu, dhe i ka thonë veni do t'i jap lekët. Lekët do t'i jap momentin që ti më ke hedhë në gjyq, që ka marru procedurat e gjyqit, që të më thush mu jam okej, kur të marrosh punë me ato, unë t'jap lekët. Mas asaj ditë ai nuk ka ardhur më as një ditë, as nuk ka marrë dhe në telefon. Por me që Krushku nuk ka treguar asgjë për këto biseda, ja ku janë Bashkimi dhe vajza e tij. Kombinim më të mirë se ky për ta mbyllur bisedën nuk mund të ketë. Unë kam folë me Arbenin. Tha du bashkim vedinje. Bashkimi si ishte shtëpi, isha una. Okej. Ai thash Arben, unë jam goca bashkimit. Dhe jo tha bashkimi, tha, te eki, tha gjyqit, treki gjyqit, tha, edhe të vit marri lek. Gjë këtu thash, unë me ty nuk pirem dot, thash, po ta bëjmë kështu. Do shkojmë ke noterja, që unë bashkim me gjyqit ka bëzoj lekë dhe unë trek gjyqit. Jo, tha, të trekesh gjyqin një herë, tha, pastaj t'jap lekë, thash, talim po troqa gjyqit, u s'pa lekë, ma. U s'mi ku më të Merë, patjetër se s'merr. Po, Se i bën me noteria të gjë. Në fakt, nga këto nënshkrimet e Arbenit tek noteri, nuk është se kemi ndonjë eksperiencë të mirë. Ndërsa bisedoj me zënjën e shtëpisë, më në fund përballë na shfaqet Arbeni. Unë titi kam thënë, kur të shes tokën do t'jap lekët. Kam bërë noterin filan për kaq kohë, Do t'jap lekët. do t'jap lekët. Unë shita tokën, i kam çu fjalë, kam marrë telefon, hajde t'jap lekët. E çunë kam humbur apel. Me qetësinë që flet për apelin, shihet qartë se dikush ja ka mësuar mjaft mirë trukun. I vetmi fitim që ka në këtë rast ai që ka humbur gjyqin apo i padituri është që të fitoj kohë, duke qenë se ka një borxh për të cilin nuk e ka shkryer dhe duke shfryzuar edhe problemin apo kolapsin që ka sistemi gjyqësor për sa i përket afateve të gjykimit, atëherë shfryzon këtë mekanizëm situatën në të cilën ndodhet sistemi gjyqësor duke ushtruar të drejtën e ankimit dhe duke bërë vendimarrjen të pa ekzekutueshme. Noteria është, besoj kjo, Po. është e datës 15 shkurt 2018. Thot, deklaruesit saktësojnë se afati për kryen e procedurave është data 30 gusht 2018. Fillimisht thot, përfaqësuesi i familjes bujqësore Arben Toka, duhet të ndiqen procedurat thot pranë zyrës regjistrimit pasurive në Durrës për ndarjen e pasurisë, 330 metra, janë dava. që do ishte pjesa e bashkimit. Ky e ktheu. Ishe pru, a bim për tokën, kisha marrë tokën. Gjotesh këtu, shpjegojmë gjë se unë nuk gënjej, nuk jam dallavere. Jo, shihet. Unë për çdo gjë i kam të rregullta gjë. Po, mirë. Se punoj edhe me njerëz, unë siç punoj edhe kjo. Unë jam instruktor, po kam çuar makinën mi poshtë shërbime. Po, këto informacione ishin tepër të vlefshme për hallin e bashkimit. A i kemi dokumentat të këto që e ke ndarë tokën e bashkimit? Po e kam në emrin tim, që ta Po, kalosh në emrin e këtij. Në qartë.
them se parasysh se ti thesh O, unë ti, nuk kam Zoj. lek. Unë nuk që kam ta lek, zjedh. ti zjerin, se ti sa i prisha, ku të bëjmë me lek, klasëm 3. Në momentin që ke nxjerr certifikatën tënde, ke Po, dhënë të e një, kapton, jo, e jo. kam certifikata, Ja ke thënë hajde, gojarisht, po është gjë që kjo nuk vërtetohet gojarisht. Me letër i ke dhënë një njoftim që shikoje O, se unë. kapton, ashtë ta kënë tokën e mentat. Po pra i ke dhënë jo, Çfarë letër? njoftim me letër që ti e dokument Çfarë letër? zyrtar se fjalët i merrera. I kam çu fjallat, Ti japësh ava lekët, tokën, nuk unë t'ja shkojnë bëj këto në dy me gjëra. këtia. Po, ti thua s'pranoj ky. Pastaj ç'i the, do t'jap lekët. Mu në gjyq, po të t'jap lekët. Unë nuk besoj se ky zotëria bashkimi do kishte qejf ti se ty në gjyq, të shkonit në përgjyqet, prisit kaq vite kur ti do i ofroje lekët. Jam shumë e bindur që ti nuk ja ke ofruar lekët, se ai s'kishte pse të tithë në gjyq ty, qofse do i kishe ofruar lekët. Tash do sheshim tokën, t'jap lekët. Unë e shita tokën, bëna lekët gati, ku merret letra gjyqit? E çova direkt në fel. Lekët ishin aty gati, por bashkimi pas ka kërkuar sherrin vet. Arbeni është nxehur dhe e ka apeluar. Ti pse e ke apeluar vendimin, nuk e kuptoj. Ë? Pse e ke apeluar vendimin? Po, Kur ti ke apeloj, qenë dakord për t'ia kthyer lekët, pse e ke apeluar? Arbeni po bën sikur nuk kupton që të fitojmë më shumë kohë. Por ne kohë kemi plot. Vendimi i gjykatës ka qenë që ti t'i kthej lekët këtij. Po. Pse nuk ja dhe Pse lekët s'isha edhe gjyq? apelove Po, pse s'isha vendimin? gjyq? Lëre tani, ty të erdhi vendimi, Kam kthej blerë- lekët. Ti thua unë isha dakord t'ja ktheja lekët, i kthej lekët, Kam- pse e ke kam apeluar blerë edhe vendimin? shtëpi. Pse ke apeluar vendimin kur Po ke s'mi qenë holli dakord? për shpejt qeni. Kush? Ky maskaraj. I tokës? Doje që kam morë këtë. doje thjesht zgjasje kohën për t'i dhënë lekët këtij. Lekët. Ah. I hulli qeni shpejt. Me që qeni nuk i hodhi lekët dhe gjërat kanë shkuar si kanë shkuar, a mund të gjendet një zgjidhje jashtë dyerve të gjykatës që të dy palët të ndahen në paqe? Edhe në këtë fazë në të cilën ndodhen këto palë, kanë mundësi që të bëjnë një marrëveshje me të cilën pala paditëse të marri pagesën e saj, ndërsa pala e paditur ose pala ankuese t'i japi detyrimin. Ka dy mënyra, pra në momentin që vjen data e seancës, këto palë mund ta paraqisin marrëveshjen e tyre në gjykatë dhe ta miratojnë në gjykatën e apelit, ose pala ankuese mund të bëjë një kërkesë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, ku të kërkojë heqjen dorë nga e drejta e ankimit, sepse detyrimi tashmë është lyer dhe palët nuk kanë asnjë lloj pretendimi nga njëra tjetra. Ekziston mundësia që ju të bëni marrëveshje sipas ligjit që të kthehen lekët ose Poi me apel, siç e boni ky, do vjedhet ky me mund Tiranë, ke zyra apelit me gjyq, me gjitha. ti pse nuk pranon që të bësh marrëveshje me Nuk boj marrëveshje se kam dhënë avokat, s'ka vetëm ky. Po pra, I kanë pse bëj gjërat, s'pranon? i kanë bëj gjërat me çeft dëshmi. Është ajo që ju thamë më sipër, apeli është çelësi të gjithë atyre që duan të fitojnë kohë, me vite e nganjëherë edhe me dekada. Ndërsa ne përpiqemi të bindim Arbenin, është gruaja e tij që i bashkohet propozimit ton. Mos e zgjat prapa, bën një noteri prap, leja fatin kur do t'ja jap. Pse se bën me notari? As juve nuk keni keni heqin gjyqin. A mos të lodheni në apel asnjëra nga palët. Jeni dakord të bëni këtë marrëveshje me njëri tjetrin, ti kthej lekët edhe mbyllet dhe çështja në apel. Në 15 dhjetor t'jap lekët. Do marr lekët, do çoj fjalë, merr edhe zonjë, shkoj ke noteri bashkë. Unë do të sugjeroja palën që ka fituar gjyqin që mos të bëj marrëveshje pa marrë pagesën të plot, sepse ndoshta është ndonjë taktik procedurale për të futur në një proces të sërgjatur të gjykatës.